Reshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar një sër problemesh në bashkinë e Pogradecit. Njësia administrative Buçimas është më e prekura. Në fshatin Rëmenj, ujërat e lumit kanë vërshuar duke depërtuar në disa banesa, ndërsa autoritetet po bëjnë përpjekje për devijimin e prurjeve dhe shmangjen e përhapjes së ujrave në banesat e tjera. Në fshatin Başallëk, ujërat kanë vërshuar nga mali duke përmbytur toka bujqësore, por edhe disa banesa. E vështirë paraqitet situata edhe në fshatin Gështenjas, ku ka prezencë të ujrave pranë ish fabrikës së tullave. Bashkia ka punuar për hapjen fundore të përrojit, por pavarësisht kësaj, një familje ka pësuar dëme në bazën ushqimore në magazin. Në Buçimas janë evidentuar sipërfaqe tokash bujqësore nën ujë, si pasojë e bllokimit të kanaleve kulluese, ndërsa në Vërdov ka pasur prurje të shumta të përrojit gjatë natës, duke bërë që 2 ura të banesave të dëmtohen, ndërsa ujrat të depërtojnë edhe brenda 2 shtëpive. Në këto zona janë në terren ekipet e bashkisë, por edhe të OSHE-s për garantimin e energjisë elektrike dhe ujë të pishëm, ndërsa janë duke u pastruar edhe inertet e sjella nga prurjet e projit. Uji ka përfshirë edhe disa toka bujqësore në Çorav, ndërsa rruga drejt Lumas Peshkëpi është e vështirë për t'u kaluar për shkak të vëshimit të ujit dhe inerteve nga kodrat. Në Proptisht dhe Dardhas ka rrëshqitje dherash në rrugë, por fatmirësisht nuk ka rrezik për banorët. Edhe në Udënisht dherat kanë rrëshqitur në rrugët e brendshme të fshatit. Në të dyja këto zona, ekipet e bashkisë po punojnë për normalizimin e situatës. Aktualisht situata është nën monitorim të vazhdueshëm. Ekipet ndodhen në terren dhe po ndërhyjnë për çdo problematik të raportuar nga banorët.